Regimi për kurbanin e Ibrahimit a.s. Një ditë një mësues tregonte historinë e Ibrahimit a.s. dhe birit e tij Ismailit a.s. Nxënësit e dëgjonin me vëmendje. Kur Allahu i kërkoi Ibrahimit të sakrifikonte djalin e tij, ai nuk nguroi. Ishte një provë shumë e madhe, tha mësuesi. Një djalë pyeti: "Si pranoi Ismaili?" Mësuesi u përgjigj: "Ai tha babait të tij të bëjë siç i është urdhëruar." Ky ishte një akt besimi dhe nënshtrimi. Të gjithë u mahnitën. Mësuesi shtoi: Allahu e zëvendësoi sakrificën me një dash, por e ruajti këtë histori si shembull për të gjithë brezat. Pas mësimit, një djalë i vogël shkoi te babai dhe i tha: "Baba, duhet të bëhem si Ismaili që të kem besim të plot tek Allahu." Babai e përqafoi dhe tha: "Kjo është sakrifica më e madhe, të dorëzohesh me besim dhe dashuri." Prandaj dhe Zoti thot në Kur'an: "Inna akramakum indallahi atqakum." Më i nderuari ndër ju është ai që është më i devotshëm. Andaj përkushtohuni në vepra të mira, do të jeni prej të devotshmëve. Atyre që janë të devotshëm, për ta ka shpërblime të mëdha në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu i don bamirësit. Allahu i don ata të cilët janë të devotshëm. Devotshmëria dhe bamirësia janë të ndërlidhura ngushtë me njëra tjetrën. Ato, nëse bashkëpunojnë dhe bëhen bashkë, sjellin rezultate dhe suksese të njëpasnjëshme. Dhaj, ti mësojmë të rinjtë tanë që të jenë më dorëdhënës, që të jenë më të devotshëm, që të jenë më të dashur, që të jenë më të arsimuar dhe të merren me dituri shkencë, por dhe të jenë dorëdhënës dhe të dashur dhe të afrueshëm.